Zonja Valmira Morina, e lindur në vitin 1984, është me profesion mësuese, ka punuar për 12 vite në gjimnaz. Në vitin 2019 ka filluar punën si instruktore për vizatim, sport dhe punëtore, ndërsa në vitin 2023 ka fituar postin si përgjegjëse qendrës kulturore të fëmijëve në Has. Fillimisht në vitin 2019 ka gjetur vetëm 7 fëmijë të angazhuar në qendër, ndërsa sot ansambli përbëhet nga 89 fëmijë të moshës 5 deri në 15 vjeç, të përfshirë në nivele të ndryshme sipas aktiviteteve artistike. Ajo thekson se në qendrën kulturore të fëmijëve Has nuk ka më monotoni, pasi ofrohen aktivitete të ndryshme dhe fëmijët motivohen vazhdimisht. Një aspekt që emocionon zonjën Valmira është përfshirja e fëmijëve nga fshatra 6 prej tyre, si dhe prezenca e 3 fëmijëve me aftësi ndryshe, të cilët shkëlqejnë në këndim dhe valle. Njëri prej tyre, që nuk flet as nuk dëgjon, përvallëzon në mënyrë të përsosur. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Do vazhdojmë direkt me pyetjen e parë. Si lindi ideja e impinimit tuaj në muzikë? Muzikë për mu. Duke parë se muzika është edhe trend, po është edhe hobi edhe qef, atëherë lindi edhe pjesa e muzikës. Brenda shpirtit, rrjedh vetë muzika. Po, si drejtuese e qendrës së kulturore të fëmijëve, çfarë mund të na thoni, cilat janë disa aktivitete që keni marrë pjesë gjatë periudhës që keni qenë ju udhëheqëse? Si përgjegjëse e qendrës kulturore të fëmijëve, që nga viti 2021 deri tani, ka marrë pjesë shumë aktivitete, kryesisht brenda Shqipërisë, në Tiranë, në Lushnjë, në Shkodër, në Peshkopi, në Lezhë edhe në Fushares. Gjithashtu edhe në Kosovë, për shembull në Gjana, kena marrë pjesë, përfshi Tropojen, janë shumë aktivitete, kryesisht janë aktivitete që inkurajojnë trit, njohje edhe në talente, në instrumente, edhe në pjesën e vallës, përfshi edhe theksin të tradita. Në rregull, si mendoni ju që po evoluon muzika dhe angazhimi të rinjve në zonën e Hasit? Unë kam pasur 2-3 vjet si përgjegjëse, që 6-7 vjet si punojse qendrës kulturore të fëmijëve, është gjithnjë në rritje. Pasi duke pasur edhe Hasi është vend i vogël, nuk ka se ku edhe kohën e lirë ku fëmijët me e kalu, aty më duket se kur ai gjejnë veten edhe të lirë me e gjetë ose me shpalos edhe atë kreativitetin e vet që kanë me vetes. Atë pjesa e muzikës unë e shoh që është në progres. Në rregull, cili ka qenë për ju koncerti që i ka përmbushur pritshmëritë tuaja artistike? Koncerti që ka pritshmëritë e mia i ka arrit bileskalu, ka qenë aktualisht që tash me 22 mars, ishte të North Star, ku marrëm 2 çmime të para në Hasit, si ylli më i bukur i Veriut në rajon të Veriut. Në rregull, cili është mesazhi juaj për të rinjt rreth traditave dhe folklorit? Shkurt shqip, nguri ram peshon vend vet, ndaj ndjeni shpirtin aty ku jeni të lirë, jepni më të mirën për veten e juaj dhe shijojeni me këngë valle, se shpirti e don këngën e vallen, ahengin, përveç te edhe familja e don. Kështu që copsat e lumturisë gjenden tek pjesa jote ku aty te kënga, aty te muzika, aty te vallja, harrohet çdo gjë. Në rregull, të falenderoj shumë. Faleminderit ty.